Një tërmet i fuqishëm ka tronditur vendin rreth orës 5:05 të mëngjesit të kësaj të marte. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, lëkundja sismike ka pasur një magnitudë prej 4.2 të shkallës Richter dhe një thellësi prej 15 kilometrash dhe epicentër në zonën e fushkrujës. Edhe pse zgjati vetëm disa sekonda, tërmeti është ndjeshëm jo vetëm në fushkruj, por edhe në qytete të tjera si Tirana, Durrësi, Lezhë dhe zonat përreth, duke shkaktuar shqetësim në orët e para të ditës tek banorët. Paraprakisht, autoritetet bën me dije se nuk janë raportuar dëme materiale apo pasoja në njerëz. Megjithatë, një ekip teknik i monitorimit është ngritur menjëherë për të inspektuar situatën në terren dhe për të kryer verifikime në strukturat publike e banesave pranë epicendrës. Tërmeti u psua nga disa pas lëkundje më të lehta, ku më e ndjeshmja ishte ajo me magnitudë 3.4 e regjistruar në zonën e Kodër Thumanës. Aktiviteti sismik në vend është pjesë e një dukurie të zakonshme, pasi Shqipëria ndodhet në një zonë të rrezikshme sismike në rajonin Mesdheut. Sismiologët thonë se lëkundjet të kësaj natyre janë normale dhe ndodhin her pas here, pa qenë domosdoshmërisht paralajmëruese për fenomene më të rënda.